Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin me dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zoti i gjithësisë, ne ty të kërkojmë të adhurosh dije të dobishme, vepra të mira dhe furnizim halal. O Allah, Zot, bëj këtë dije që ne marrim dhe japim argument dhe dëshmi për ne ditën e Kiametit. O Allah, Zoti i gjithësisë, bëj këto takime dhe tubime të hajrit, mirësisë, mëshirës, takime ku prezantojnë përveç njerëzve dhe me lajket e Zoti njerëzit i përmendet i ku është ai dhe ku zbret mëshira dhe falja e tij. Amin. Po e fillojmë inshallah taala pa humbur kohë me pyetjet. Kemi faktikisht një pyetje interesante që unë kam pas në mend prej kohësh faktikisht ta trajtoj kështu si tip dokumentari, po me që na është bërë pyetje, po japim pak për parësi. Thot desha të demonstrohet namazi, farz dhe sunet. Pra qëndrimin këmbë, ndërkohë në sejdën te jat dhe në mes dy sejdëve gjithçka. Inshallah taala do të bëjmë një kështu speciale inshallah taala për këtë dhe kam pas gjithmonë në mend këtë gjë, po angazhimin, me shpresë se Zoti do bëjmë. Pra është e thjeshtë fare. Ngrihen duart, lidhen duart, pra tek pjesa e stomakut, pastaj bëhet tekbir, shkohet në ruku dhe në ruku rrin trupi drejt 90 gradë kënd. Pastaj ngrihet nga rukuja semi Allahu limen hamide, nëse falet vet apo është imam. Nëse është xhamat, Rabbena lekel hamd, pastaj shkon me dur në sejdë. Pastaj në sejdë normalisht do të bjerë me 7 gjymtyr, hunda, ball, duart, gjunjt edhe manjat e gishtërinjve. E dua thos sipas mëdhëbit Hambeli. Kjo që unë thash është në mëdhëbin Hambeli. Po nëse njeriu e fal me çdo lloj mëdhëbi një prej 4 mëdhëbeve, është okay, pra e falë si Hanefit, si Shafit, si Malikit, si Hambelit, e gjitha janë okay. A ngrihen duart kur ngrihemi nga rukuja? Jo. Domethënë a vihen duart ose lidhen dhe një herë duart kur ngrihemi nga rukuja? Jo, nuk lidhen duart kur ngrihemi nga rukuja. Nëse imami thotë semi Allahu limen hamide, ne si xhamat themi Rabbena lekel hamd. Nuk e themi fjalën semi Allahu limen hamide. Pra siç e thash, kjo është në mëdhëbin. Kurse mes dy sejdëve bëhet një ulje e zakonshme, mbështetet njeriu në kamën e majt, ndërsa kamën e djathtë e lën me majën e gishtave nga qabja. Inshallah ndoshta në Ramazan do të kemi kohë më të lirë dhe do i bëjmë si dokumentar. Sunet sabahut, farz të sabahut, sunet të drekës, farz të drekës, sunet të drekës mrapa. Inshallah taala për të qenë më e qartë. E rëndësishme është me fal namaz. E rëndësishme është mos me ndajk namazi, po këto gjërat e tjera rregullohen të gjitha. Zakatin që e nxjerrim nga pasuria, a lejohet të japim vëllezërve duke qenë se jemi të ndarë dhe kanë nevojë sepse duan të ndreqin shtëpinë? Po, lejohet. Qofse ata nuk i kanë mundësi vet me të ardhurat e tyre të ndreqin shtëpiat e tyre, lejohet që t'ju jepet zakati vëllezërve. Bile ka sevap të dy fisht. Shpërblim të dy fisht, shpërblimin se po man fort lidhjet e gjakut dhe shpërblimi i nxjerrjes së zakatit. Jam në një punë sanitare dhe na japin material për të larë, shoqet e mia e marrin në shtëpi. Po edhe unë kam marrë për vete dikur, po tani nuk marr më asgjë. Mi po shoqet e mia marrin ato gjërat e mia që duhet merrsha unë. Nuk lejohet kjo gjëja. Nuk lejohet. Pse kemi një gjak ne? Si tha, o vllajta, po pse vjedh? Jo, tha për Zotin, nuk vjedh, po kam dorë. Më gjit dora. Ku e vej dorën? Më gjit. Ç'është ky popull, ç'është janë këta njerëz, gjithë kanë me vjedh më valla. Nga shtresa më ulët tek shtresa më lart më valla.
Merrem me sikur këto pastruesit ishin në ministri, ishin ministre, ose ishin pozicione të larta të shtetit. Ta shesin Shqipërinë valla. Për 2 javë gjesh Shqipërinë me letra e ketë shitme. Me dokumenta e ketë shitme Shqipërinë. Thonë sanitare dhe vjedhin ato si quhen këto asortimentet, detergjentat e kështu gjëra, kupton ti vjen? Edhe ankohemi ne. Ej, zoti madh. Po haram është si mishi derrit. Kur ti vjedh, është njësoj si mishi derrit, është njësoj si bixhozi, është njësoj si alkooli. Është njësoj si zinaja. Njësoj. Gjunat mëdha quhen këto. Me ta nxjerr njeriu veten për qefit, pasha Allah. Me ta nxjerr veten për qefit, për Zotin. Qa ka ndodh, tani mos lejo, as mos e bëj, as mos lejo ato që si merr ti marrin ato, absolutisht mos lejo. Sepse pendimi nuk mund të jetë pendim vetëm se në këtë lloj forme siç them unë. Kam mërë në halë thot me prindrit e burrit, prap muhabet, hajde ta shohim. Vin thot shumë shpesh dhe pa pritur dhe pa kujtuar, pra pa njoftuar, dhe kërkojnë që t'ju gatuhet, mirë po ne jemi kështu shumë ngushtë. Unë ju thash, po nuk flihet në nguzhinë, se kur ata vinë e zejnë ato dhomën e gjumit. E ato u idhnun. Plus vinë pa kallëzu. Edhe unë duhet gatuj komplet gjitha gjërat. Këtu ka shumë gjonat përzime faktikisht. Këtu ka shumë gjonat përzime. Normalisht ne i trajtojmë pyetjet, i marrim të mirëqena. Allahu din se si janë pyetjet, se mësoj se ai rasti që trajtova i pyetje unë, edhe më merri plak në telefon. Ka rrejt nusja ime, do të më ngjësh edhe mua ti, mos ngjo vetëm nusën time. Ku e disha unë kush është nusja e saj. Tash boj edhe ti pyetje, thash dhe e rregulloj nusës tate, boj ti pyetje tjetër. E rëndësishme, thonë, me e vonë familjen e çunit, do të thonë siklet të tillë nuk është normale. Pra këto shkojnë si agallar, zejnë dhomën e gjumit, kurse këto gjithë dalin prej dhomës së gjumit, shtrihen në kuzhinë. Njëri në divan, njëri në tokë, njëri. Dhe kjo e ka thonë ina ngusht, nuk flihet në kuzhinë. Mirë ka thonë kjo shkreta. Aty në pas ngel hatri. Çfarë më bë? Unë mendoj që kësaj nusës duhet i pritet oreksi, me që aty nuk ka ngel hatri, kësaj duhet i pritet oreksi. E rëndësishme, faktikisht, me drejt Zotit, nusja nuk duhet flasi, në këtë asë duhet flasi çuni, duhet i orientojë situatat. Na njoftoni, përgatiten gjërat përpara. Ka i lind logjike për muhabetin, nuk është puna vetëm se feja jonë elhamdulillah nuk bin ndesh me logjikën, edhe këta janë gjëra tradite, logjike. Nëse këtu një teket më ardhën 8 darkës, kur janë gati rob me flet gjumë, edhe e duan ushtru, edhe e duan përgatit, edhe e duan të pjek dhe të thek dhe të mosur dhe të lagur dhe në avull, çfarë faj kanë nusja vëlla. Po prap fajin në këtë rast e merr çuni. Ai duhet të orientojë situatat. Kur vinë vonë, dalin me çaj, dalin me kafe, dalin me omëlsin, dalin me çka ka frigoriferi i gati, nuk është kusht me fillu çdo gjë nga fillimi, sikur më qenë, është ndryshe kur ato vinë për shembull mas dite, është koha përpara, orientohet njeriu se çfarë do të bëj, si do të orientojë gjërat dhe kështu me radhë. A lejohet të lexohet Kur'ani pa shami, apo pa tjetër do të ndosin shami? Lejohet që Kur'ani të lexohet nga ana e motrave besimtare pa shami, nuk është kusht me vënë shami kur lexojnë Kur'an. As nuk preferohet. S'ka ndonjë argument që është më mirë me pas shami femra
kur lexon Kur'an, mund të lexoj Kur'an edhe pa shamin. Pa abdesi është çështje e diskutuar, më saktë është që mund ta lexojmë Kur'anin edhe pa abdes. Kam bërë një eko fyti për shkak të tiroides, se më ka dalë e zmadhuar nga tak. Ç'është taku? Do të jetë në një kështu emër mjekësor. Nëse më kërkojnë që të bëj skaner dhe unë jetoj në Itali, kam hallë se më kërkojnë të heq shamin. Jo, nuk kap se të hiqet shamia. Hiqen vetëm hekurat, hiqen gjëra që kanë kopsa, e kështu gjërash, kurse skaneri nuk ka probleme me shamin. Nuk ka probleme me shamin, as skaneri, as eko, as i gjë. Kështu që stresi në ngrirje. Një shoqja ime e Kosovës donë të mbaj Ramazan, po vua nga asma, s'ka problem. Dhe i kanë thënë që nuk mund të mbajsh Ramazan sepse ai aparati përmban ajër dhe prishet Ramazani. Ai aparati nuk ka ajër, o të falë Allahu, po ka ilaç brenda, ka një lloj ilaçi. Ai lloj ilaçi që ka aparati i astmës nuk e prish agjërimin, Alo, ty të dëgjoja. Kam dëshirë të ninoj Ramazanin, pra ka dëshirë të agjëroj muajin e Ramazanit. Po më thonë shqiptarë që nuk pranohet Ramazan se jenë vend krishterë. Të mençëm këta shumë. Këta që të kanë thonë të zbon se jenë vend krishterë janë shumë të zgjuar. Problemi është se janë shumë të zgjuar. Se t'ishin normal dhe ishte okej. Po janë më të zgjuar se ç'duhet si ato pitbullat kur i prek truni kafkën. Edhe këtyne shqiptarëve që të kanë thonë ty që nuk bën me majt Ramazan se jenë vend krishterë, u ka prek truri kafkën. Edhe janë me shumicë. Janë me shumicë këta. I zotë ma, kanë thonë zbon ma gjurë Ramazan, po pse jemi në vend krishterë? Kisha gjë ndorë gjithë këtyne u a kisha heq pasaportën, këtyne shqiptarëve. U a kisha heq shtetësinë e atij shteti ku jetojnë vetëm se e kanë thonë këtë fjalë. I kisha lënë me pasaportë shqiptare. S'meritojnë këta, si dhe shtetësie, përveç se Albanian people. Ej, zoti i madh, alhamdulillah. Një afër milion do të bëj operacion këto ditë. A duhet të bëj dhe një kurban me këtë rast? Po pse një kurban të bëj 4, 5, 10? Theri i tuf dele, i tuf lop. Pse duhet të lidh kurbani me operacionin? Që ky kurbani ta shpëtoj nga operacioni. Po kurban ta shpëton, del mirë. Qose e bën me këtë lloj gjëje kalon besytni. Amon qose e bën kurbanin se unë më që po futem me operacion, po theri viç 200 kilsh, çu shpërndaj fukareve me njetin e sadakas, se sadakaja e ruan njeriu nga çdo e keqe dhe shëron smuret, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë jemi okay. Ama me bën me njetin, po bëj kurban që shpëtoj, kalum paganizëm. Qose e bën me njetin e sadakas për kënaqësinë e Zotit, pejgamberi sa më ka thënë sadakaja e ruan njeriu nga vdekja e keqe, e ruan njeriu nga smunjet, e shëron njeriu nga smunjet, okay. Pra, do të më qenë shumë i kthjellët njeriu në mënyrën se si e percepton gjën. Kam një motor që fal 5 vaktet me gjithë burrin, dhe burri nuk punon, nuk bën asnjë punë. Dhe rritu uzan me motrën gjithë ditën, i thot motrës ti je dreq. Po shumë mirë i thot, si të punoj motra të bjerë lekë shtëpia, e të haj ky bualli, mirë i thot, je dreq i thot. Se ta lej bullin, ose buallin, pa ngrënë kjo, ti thot disi është puna burr, kam gjuhë Hoxha Ahmet Kalan, ka thonë Hoxha, burrat duhet punojnë, që i raft pika, i raft o zoti madh. Ka thonë Hoxha Kalaja, burrat duhet punojnë, gratë të rinë në shtëpi, të rrisin kalamojt, të edukojnë shtëpinë, e ku dëgjojnë etj. Kështu që burr për jashtë, dil puna.
Po kjo punon, ky rrin në shtëpi. Tani thot mor drejt, të morti thotë. Edhe i thot drejt. Këta njerëz duhet falenderojnë Allahun që s'kam gjë në dorë unë, se pasha Allahun 3 vjet në burg e kisha fut këtë burrin. Pasha Allahun. Pasha Zotin e më, 3 vjet e kisha lënë në burg. Tani motra thotë është bërë merak, ta mallkojnë me lajket, po jo me motrë, sa të mallkojnë me lajket ty. Me lajket bëjnë dua për ty o motra ime. Me këtë lloj gjallëse që të ka sprovu ty Allahu, ti bën durim, me lajket e Allahut për ty bëjnë dua. Mallkojnë këtë po, buallin. Këtë buallin e mallkojnë me lajket. Edhe gjithë mallkimet që ty t'jep ty i kthehen këtij në korriz, në kokë, në tru. Alhamdulillah. A mund të falem me thonjë artificial, i kam pak të gjata, a depërton ujë? Alhamdulillah. A mund të falem thot me thonjë artificial? Çfarë thot thonjë artificial? Ke heq origjinalët dhe ke vu artificial, apo ke vu këto artificialët sipër origjinalëve? Sipër. Dhe a depërton ujë, Allah, po qenë sfungjer, po depërton ujë ndoshta, po qenë thonjë sfungjeri, ose thoj letre. Nëse falesh me këto thonjë, je pa namaz, sepse je pa abdes. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, çelësi i namazit është abdesi. Do të thonë ty të ka humbë çelësi, falu sa të dush, je pa çelës. Je pa namaz, je pa abdes. Po ka që rëndësishme që e ka që me vu thoj artificial, ka që keq është bo puna tani për shembull. Pse atje ke puna për shembull, nuk pranon shefi, po nuk i patë thoj kështu, ha? Ose ato kolegët të shohin si katunare, të shohin si e prapambetur, të shohin si e shekullit të si e epokës bronzit. Edhe do të vesh dhe ti thoj si shoqënia. Ke gjuar fjalë të shoqënia e dhondrit. Çohet shoqënia e dhondrit gjithë. Edhe kjo. Shoqënia kolegët dhe koleget gjithë me thoj me gjëra të bukura. Edhe do t'i ketë dhe kjo dhe pyet tani. Më pyet dhe mua, depërtohet mua që më pyet mua që unë e kam gati përgjigjen, në gojë e kam përgjigjen. Ka proj pyetje, thot, duhet të pyesje pak thot çfarë është emri i veshit. Edhe unë e kam dhënë përgjigjen kështu, i kam thonë ha. Vazhdon pyetja, thot, dhe është e vërtet që ky emër nuk duhet të tregohet askujt, dhe unë i them vdiqja, vdiqja. Në disa vende është traditë që kur lind fëmia, ja tregojnë emrin në vesh. Është emri i veçantë, i sekret. Për shembull, i thon Paftjar, ke veshi. Kurse emri kështu ja vjen Ramiz, Sefer, Xon, Zyliftar, Ahmed, Muhammed. Këtë Paftjar, se tregoj njëri, do të marrë sekret ky Ramiz, sekret, Recep, sekret. Ky ma sekret, Eduard, sekret. Thamë besëtni, nuk e di nga i kanë marrë për Zotin. Unë mendoj se duhet ketë, ose duhet të bëhen disa studime doktorature për t'ia gjetur origjinën këtyne mrekullive dhe perlave shqiptare, këtyne besëtnive që kemi ne si popull, do të më shku deri në fund, or nga e kanë marrë vëlla. Emër në vesh. Këtë emrin s'do të më tregu njeriu fare, se po e mori vesh njeriu këtë emrin, vdiq. Ej, Zot na fal gjinovet o Allah. Desha të bëj një pyetje si ato pyetjet e lomit. Hajde ta ngjejmë.
Sa ndëgjova se ujku si krijesë mund të asgjësoj e gjinin, pa gjindët ka për qëllim? Sa budalli që ke për të gjuti sa ti është gjallë, jeta është shumë e gjatë, sa ke për të gjuti. Kjo është një nga epoka e çmendurive dhe budalliqeve që do të dëgjosh gjithë jetën. Sepse problemi nuk është tek budalliqet, problemi është tek ne që i ngjojmë. Ne kemi fen, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe pyesim, sa kena për të dëgjuar ne gjithë jetën? Doja me të pyet për vitin e ri se kam dëgjuar se duhet me vendos 12 kokra rrushi poshtë tavoline për 12 muajt e vitit. Edhe duhet me hëngër sa thjerza për mbarësi dhe një kokër sheg. Edhe me datën një mas vitit të ri mos dil të bëjsh punë, as mos hidh plerat. Normalisht këto janë çmenduri autoktone. Nuk dihet kush ka pa në ëndër, edhe delet i besojnë. A më prishet agjërimin nëse prek alkoolin? Jo, nuk prishet agjërimin nëse prek alkoolin. Na kanë sugjeruar këtë faqe, më duket se e bëm këtë javën e kaluar, kjo faqja zonja Feride, bashkimja. E bëm këtë javën e kaluar, më duket. Normalisht që larg këtyre muhabeteve, se s'janë gjëra që duhet orientohemi. Kam për të bërë 2 kurbane me rastin lindjes djalit. Në këtë rast a mund të bëj sadaka lek me vlerën 2 kurbaneve? Jo, nuk mundesh. Kurbani thot aty kurban. Nuk thot këto lek kthej sadaka, jipi sadaka, nuk thot, nuk e përmend teksti. Ligji nuk e thot këtë gjë, kështu që duhet të rish strikt tekstit. Po sadakaja për flokët e fëmis peshohet, sa gram është? 3 gram. Sa kushtojnë 3 gram argjend, jo ar, jo florin, serm. 3 gram argjend kushtojnë 6.000 lek, për shembull. Jep 6.000 lek. 3 gram argjend kushtojnë 4.200 lek. Jep 4.200 lek. Sa të peshojnë flokët? Një vllai musliman thot ka 300 libra islame dhe shumicën e këtyre libra unë i kam lexuar. Elhamdulillah. Mashallah, inshallah janë libra kështu. Tralala, nejse. Por kam shikuar një video këtu në TikTok thot ku thuhet se në dhomën e fjetis është haram me lënë libra. Pra raftet e librave jo në dhomën e gjumit. Po mirë bir, o biri im. Ti ke lexu 300 libra, ala se ke kuptu këtë mesele që s'ka asë lloj problemi? Aman më vlla, aman, pse lodhesh me shpirtin, pse lodhesh o zemrën një, pse lodhesh kot? Të lexu lloj gjëje. Pyet, çfarë librash lexoj? Ku e diun se çfarë janë ato 300 libra që ke lexuar ti? Do të thonë me 300 libra ti akoma s'ke arrit kuptosh që lejohet me majt libra fetar që dhoma gjumit. Mos vallë duhet të lexosh edhe 434 të tjerë që të kuptosh se në dhomë në gjumit mund të ketë libra fetar? Ku është problemi? S'ka asë lloj problemi. Dhe po ndoshta njëri në dhomë gjumit çfarë s'bën, po çfarë lidhje ka më vëlla? Sa dhoma ka pas pejgamberi alayhis salam? I dhomë ka pas. Një dhomë për gru. Nuk ka pas sallon, nuk ka pas kuzhinë, nuk ka pas dhomë pritje, dhomë denje, dhomë çaj, dhomë kafje. Me i dhomë i bëjtë të gjitha. Lexova dikun që pejgamberi sa në momentin e fundit të jetës dëshiroi të marrë një letër të shkruar diçka mirë, po Omeri nuk e lejoi. Sepse tha, na mjafton Kur'ani famëlart. A është kjo e vërtet? Po e vërtet. Pra i bie sipas këtij mentaliteti shiit, se shiat e ngjallin këtë lloj hadithi,
Këtë lloj hadithi e kemi ne në librat tonë të saktë. Ky hadith po t'ishte problem, ne do ta mçifshim apo jo? Se na bën problem shumë të madh. Çka ka ndodhur? Pejgamberi sa ka qenë duke dhënë shpirt, pra në ato ditët e fundit të jetës së tij. Dhe ka thënë: "Më sillni diçka të shkruaj e po t'i përmbani atij shkrimit tim, nuk do të humbni më kurrë." Kanë filluar ato sill librin, i ka gjetë pa përgatit. I ka gjetë njerëzit pa përgatit, të ka filluar zhurma. Njëri thotë është pa qef, leje se u lodh, njëri thoshte sille, u borrë muj. Omeri radiallahu anhu tha: "O pejgamberi i Zotit, po kemi Kur'anin, pra mos si ishte në fund të jetës. Kemi Kur'anin. Na mjafton Kur'ani, mos u lodh. Çouni, dilni për jashtë." Dhe i nxorri Omeri njerëzit për jashtë. Tani kjo gjë që ka ndodhur me lejen e Zotit apo pa lejen e Zotit? Pyetje. Me lejen e Zotit. Ka ndodhur me caktimin e Allahut apo pa caktimin e Allahut? Caktimin e Allahut. A ka qenë vullneti i Zotit që të ndodhi kjo gjëja apo s'ka qenë vullneti i Zotit? Vullneti i Zotit. Çfarë ke? Ku është problemi o vllai? Tani un kam një pyetje tjetër. Nëse pejgamberi alayhis salam duhet ta shkruante atë letrën, mund ta ndalonte Omeri? A kupton ti që këta njerëz në mënyrën se si i ngrejnë çështjet tregojnë që s'kan lidhje fare o vlla me diçka që quhet doktrinë dhe besim dhe akide, s'kan lidhje fare. Thot Omeri nuk e la, se ka pasur ta shkruajë pejgamberi selam që mas meje pushtetin do ta morë Aliu, ja Abu Bekr. Gjithë problemi i ty në rrotullohet ku? Kush do të jetë në pushtet mas pejgamberit alayhis salam? Gjithë filozofia e fesë dhe sepse aty e lidhin çdo gjë pastaj. Po mirë, para 2 ditë para kësaj pejgamberi sa ka marrë ligjëratën e tij të fundit dhe ka thonë: "Përmbajeni librit Kur'anit, përmbajeni traditës time, përmbajeni asaj që do të bëjnë 4 halifet mas meje dhe mos bëni bidate dhe sajesa në fe, shtrëngohuni fort në këtë porosi që po ju jap me dhëmb dhe me dhëmball." A nuk e kalon amanetin? E la pra, kjo ngjarja e shkrimit ka ndodhur 3 ditë mas ngjarjes që të përmena unë tani. Kupton ti, domethënë sa problem shumë të madh kanë këta njerëz në mënyrë se edhe nga kjo pastaj fillojnë mallkojnë Omerin, Abu Bekrin e të gjithë. A kanë lidhje këta njerëz me fe, me besim, me Zot, me pejgamber, me asnjë që s'kan lidhje vallahi billah, pashallah. Po mirë të ishte puna kaq keq, si ka mundësi që Aliu radhiyallahu anhu gjithë fëmijët e vet i vënë emrin Abu Bekr, Omer. Si ka mundësi që Aliu radhiyallahu anhu jep gocën e vet për nuse Omerit radhiyallahu anhu? Si ka mundësi për shemb, po t'ishte situata siç e trajtojnë këta. Kështu që ka njerëz ku dëgjon dhe ka prej muslimanëve të paditur që kur hasen me këtë hadith dhe ua përgatit brumin ai, llocin të, ka 90 dite me i person që e ma veten për të lexuar dhe ai shkreti me si puna këtij me 300 libra. Ju kishte bë nyje kjo punë. Ma veten për ditur, vallahi bilaj. E po si ka ndodhur, apo si ka mundësi. Oj tash unë. Do të thonë i bie thashë që Omeri më forca Allahu i bie kështu. Omeri mbi vullnetin e Zotit. Zoti do të ndodhi diçka, Omeri e ndalon. Pejgamberi sa urdhërohet për diçka, Omeri e ndalon profetin që të çojnë në vend fjalën e Zotit dhe urdhën e Zotit. Jo, po unë s'po them kështu. Po ti deri tani këtë po thojshe. Po çfarë do të shkruajë profeti me vëlla? Çfarë do të shkruajë profeti alayhis salatu wassalam? Atë që e kishte thonë para 3 ditësh me gojë, do ta deshi ta lej me shkrim. Nodhi zhurma, siç nodhi me natën e Kadrit. Tani mund thoshti që në ata e Kadrit arsyen kryesore e pati se uzin ata. Ajo se uzin ishte sebebi, është urtësia e Zotit, o vëlla. Po do të ndodhë diçka që të ndodhi urtësia e Zotit, si puna e historisë Ademit alayhis salam.
Duhet gabon da Ademi që të ishim ne sot të majtë mësim këto të thartu trut me këto mençmit. Duhet gaboj da Ademi a.s. E ne jemi këtu sot këtë xhamia Dine Hoxha viti 2026. Çfarë lidhje ka e punë? Sikur ka zbol, e lexova dikun. A është e vërtet thu? Thu ti mo që që pas ka zbulu këtu me vlla në nëzori zbulu të gjithë dhe. A lejohet që kur të ndërtojmë një shtëpi të re, të presim një kafsh. Nëse e pret për ta hongër, për ta pi, lëngun e saj, lejohet, nëse e pret që më adhon fukarejve, si falendrim për Allahun që ta mundsoj me boj shtëpi të re, nuk ka si problem. Nëse e pret me njetin që po e presim këtë që na shpëtoj shtëpinë nga të këqijat, na largoj nga të këqijat, mos na kapim syshi, më mirë koka e kurbanit se sa kokat e njerëzve, se kur bëhet i shtëpi i kokë do iki mo, po më mirë t'i ke kafshës, kjo quhet idhujtari, paganizëm. E nëse gjakun e kurbanit e thertë e themelet, paganizëm, shirk i madh. Nëse kokën e fut ke themelet shirk i madh, prap. Jo tha njoni, tha, si thuti, tha, se kishte pa këto. Tha, si thuti, tha, shirk, tha, se unë kam pa dhe hoxhallar, tha, me çallma, tha, aty, kur u thertë kurbanin në themel. Po pastaj? Po pastaj, se ka hoxhallar, që lidhe ka e punë? Nuk ka lidhe e punë. Qa ka ndodhur me hoxhën? Në fjalë, ka shku nga kopshti me dijet e islamit, nga kopshti në klasë 3, klasën e parë dhe klasën e 2 se ka kalu. Ose e ka morë me fiq, ose e ka morë me vez, ose e ka morë me arra. E nëse ka kalu atë kapitulli të uhidit, kapitulli i shirkut, ka kalu hoxha për shembull nga shahadeti ke namazi, komplet kapitulli të uhidit dhe i shirkut ka mungu në klasë. Ku është bërë mësimi i të uhidit dhe i shirkut. Kam një macë në shtëpi dhe më është mërzitur shumë për ta mbajtur. Gruaja s'merret me atë sepse është shtatzën. Deri tani e kam mbajtur sepse e do djalin, mirë po s'ka vend shumë për ta mbajtur, sepse jetoj në apartament me qira në Itali. Ma ka kërkuar një tjetër familje. Po t'ja jap, bëj gabim, se më kanë thënë se po t'ja jap një familje tjetër, heq marsin nga shtëpia ime dhe e merr ai marsin e shtëpisë tonë. A hyngjëna sa e lej vetëm në balkon. Po çoje më valla ka familja tjetër, po çfarë heq marsin valla. Nga i gjeni këto gjona valla, pash Zotin e më. Po të japësh macën asaj familjes tjetër, t'ikën dhe marsia bashkë me macën. T'ikshin pleshtat o Zoti më. T'ikshin pleshtat bashkë me macën, se marsia nuk t'ik. Çoje valla macën atje ta trajtojnë si princesh, me që e dashkan fort. Ose ip një Omeri se 2 ka, t'i boj 3. Se dhe ky ka qef. Kur ke për të marrë borxh tot nga dikush, por më kanë ndodhur disa herë, duke si kur vebohen kur numrojnë dhe japin më tepër. A është haram me i mbajt, apo duhet ma u këthy? Të shqyqy që t'i kthej ka në vlla, që e ke me fat madh. Pasha Allahun, që e ke me fat të madh që t'i kthej kanë. Po në momenti që t'i kthejnë më tepër, duhet t'i njoftojsh. Nëse e kanë bë me dashje, lejohet me i mbajt. Nëse kanë gabuar, edhe thonë jo vallai ti paske më thon tepër, duhet t'ja kthejsh. Po këto borxhi vallai paske mashallah për Zotin, që të kanë borxhin. Ka borxhi që i kena harru për Zotin, fytyrat e tyne, dhe ka borxhi që vallai nuk e majmë sa borxhi kom thon. Kam harru shifrën më valla. Me pas për në pyet mua i nesër, hoxh, kom morë borxh, sa të kom morë, them vallai, kështu i thash herë njëun. O më tha mua dhe sa të kom unë ty, thash vallai nuk më meni, tash ip sa të dush, sa të lejnë zemër. U bone si ai sa të kam mbledhësi, se i shkesi që ka dalë me mbledhë sa të lejnë zemër. Tash, o vlla, sa të qetësohet zemra jote mjepi, thash.
Njerëzit e fisit më thonë ekstremistë sepse falem dhe agjëre dhe jap sadaka dhe mundohen të ndjek traditën profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se t'ju përgjigjem këtyre njerëzve? Mos ju përgjigj fare. Ej valla thuj, kur thon ti je në ekstrem, ke kalu në ekstrem, thuj faleminderit, Zoti ju shpërblet. Ha si inshallah dhe unë do të ftjellohem i dite. Do të më vinë dhe mu mend thuj i dite, po për momentin po rri me këto mend që kam. Po ju falni në namaz kur t'kini kohë. Ju që si një ekstremista, falni namazin, pak. Falni në namaz, veni herë ballin sejdë. Se ngel tu adhuru lloj race, lloj kombi. Se këto që e majnë vetën gjasme që këto çfarë do lloj figure që dalin, çfarë do lloj pikture që dalin, çfarë do lloj fare që dalin e shohin si shembull. Pastaj këtij shembullit i del emri ke Epsteini. Edhe fiken këta. Fiken. Tani llogaritet ti sikur një musliman i rëndom në vendin më të largët të botës, të kishte bërë atë që ndodhi në ishullin Epstein. Or, vlla, do të kishte bota 6 muaj lajm, o vlla. Do ishte lajm, do ishte harru Gaza, do ishte harru Ukraina, do ishte harru Kishmiri, do ishte harru gjithçka, do ishte harru në botë, se një ekstremist musliman është martu me një vajzë të vogël, ai ishte 50 vjeç, ndërsa ajo ishte 22 vjeç, e nami, e lajme, si u martune, ke dasma, e gjitha, kurse këtu, pse nuk trajtohet udha, edhe, sikur s'ka në udha si gjë. Se kur nuk adhuro Zotin, dhe adhuro këto të fliq Allahu, me zotat e tjerë, ti dërgon Allahu këto zotat e tjerë se çfarë surrati kanë në të vërtetë. Ky që monoti që ti më fal më u lut. Për shembull ky thotë nuk takoj gra, për shembull, kupton? Kalon mjekrën, nuk takohet me ekstremist. Shko atje, hik atje. Gjejna i vend ke Epsteini, se atje nuk janë ekstremistë, atje janë mashallah. Atje janë modernizëm. Nëna ime ka qenë një hoxh për risk. Dhe ai ka dhënë një hajmali, unë them se nuk bën hajmalia. Po s'di si ta bind. Po leje nonën në burha, lejen. Thuj nonës fal namaz, ç'merresh me nonën me hajmalin. Nona ka fiksuar me këtu tani mohabetit. Thuj ka thonë hoxha nuk bën se pejgamberi alajhissalam i ka ndalu hajmalit. Pejgamberi alajhissalam nuk ditë me shkruajt që të bëjë hajmali, kaq. Kaq i mjafton njeriu të më kuptoj që hajmalia s'ka lidhje. Hajmali çfarë do thotë? Me shkruajt ajete Kuranit ose hadithe të pejgamberit alajhissalam, edhe me alon dikujt me vete. Pejgamberi alajhissalam ditë me shkruajt? Jo, maro historia. Jo po e kanë botë disa sahabë, nuk po themi gjë tjetër, po themi nuk ka argument, pik. Maroj mbyll kapitullin këtu. Po ka prej sahabëve që e kanë bë, për shembull, se ka prej tabinëve që e kanë bë. Ka prej sahabëve që e kanë bë, ka disa që e kanë leju, për shembull. Okej. Tani kjo hajmalia, unë nuk e di se çka ka shkruajtur ai hoxha aty. Se ti thu ka shku ke hoxh, po i Zotit di, a është hoxha apo është ai hoxha që shko të vu kurbanin ke themeli. Ke temeli, se i thonë temel ata, nuk i thonë themel. Ose di çfarë ka hajmalia mrena, se po të kishte për ajete kuranore, vetëm ajete, ose dua profetike, do të thoshim që ka hapësirë, ka i menim. Por nëse dim çfarë ka aty mrena, kështu që larg këty në muhabetave. Pra, transmeton TikToku. Hajde ta shohim çfarë thot TikToku. Hajde ta shohim. Lexoje surën El-Fatiha një herë, pastaj lexoje edhe këtë ajet 11 herë dhe frymë mbi ujë. Pastaj pija atë me stomakin. Këtë s'din as shqip me shkruajtur vëlla, nuk thot me stomakun, po me stomakin. Me stomakun bosh.
Me lejen e Allahut çdo problem i stomakut do të shërohet. Po ku je valla? Po ku je valla, ku je? Ku je me se ja u zgjidh problemi. Gjithë problemet e stomakut, thot Fatiha një herë dhe ajetin e më poshtëm, hajde ta shohim cili është ajeti. La fiha gaulun wala hum anha yunzafun. Tani unë e lexova siç e di arabisht, po ky e ka shkruajt la fe ha gaulun wala hum anha yunzafun. Sepse ky e ka marrë nga anglishtja, ka harru gjallësa, sa është duke folë me shqiptarët edhe e ka shkruajtur anglisht, siç është nga anglisht. Po ta shohim çdo thot ajeti shqip. Nuk ka në të as përzierje dehse. Nuk ka në të as përzierje dehse as dëm dhe prej saj nuk ndjehen keq. Safat, ajeti 30, ajeti 47. Rekomandohet, për se s'ka mbaru, rekomandohet ta praktikosh të 14 ditë. Edhe i ka futur një Allahu Ekber, edhe Bismillahirrahmanirrahim arabisht. Për mjaftueshëm për një xahil me hongër si të vërtet. Apo si fusin këto në i kështu në ilahi mrapa, ose në një duke qa, mdua, ose në i gjokë shu, në i knus Kuranin nga ato të qabes. Thuaj që kjo është vëlla çfarë thotë e pa diskutueshme e vërtet. Si hajmë kjo faqe? Amir i qeka Zoti u zoft, Zoti e falt, se shpresoj ta ketë për ignorancës, po urgjentisht duhet ta heqi këtë e t'i kërkoj falje Zotit e mos postoj më kafshëri të tilla, shpifje dhe mashtrime të tilla. Po shi sa bukur është lidh muhabeti, Fatihaja, ke parasysh? Filan ajet nga filan sure 11 herë, Kur'an vëlla. Ora kur thuti ky kombinimi është për këtë gjë, duhet sjellsh argumente dhe si u bën këto kombinime të kështu. Nga të erdhi vahji, shpallja, nga gjetëm këtë. Në përgjithësi gjejnë këto faqet anglisht, edhe i përkthejnë nga anglishtja, hajtë thotë se hajnë shqiptarë. Çdo gjë që vjen nga perëndimi, shqiptarët e hajnë. Janë bërë shumë merak se lexova se është rrezik shumë i madh me flet vetëm. Po unë çfarë të bëj se jetoj vetëm? Martohu, bjerat, se vetëm ne duhet të vujmë. Martohu dhe ti, dhe bëhemi bashkëvuajtës. Po kjo puna e të flet me vetëm është kur janë mundësit që me qenë me njerëz, se kur nuk janë mundësit, se ngarkon Allahu njeriu tej dhe jashtë mundësive të tij. Është e vërtetë thotë ka ndaluar pejgamberi alayhis salam që njeriu të flejë vetëm. Por kur janë mundësit, për shembull, jemi 10 shok, shkon njëri dhe ndahet në vete. E kanë thonë dietarët, komentin e këtij hadithi, kanë thonë se njeriu kur është vetëm rrezikon jetën, mund të sulmohet nga i kafshë, egër e tjerë, pra i kanë bë interpretim. Po jo ky që është, ose kjo që është vetëm, çfarë të bëjmë më vëlla? Të martojnë me zor më vëlla. Nëse një person do të laj kredin, a lejohet që unë ta ndihmoj? Jo, s'lejohet me u bë bashkëpunëtor në të keqe. Përveç se nëse personi është pendu te Allahu. Edhe për shembull i ka ngel një këst për ta mbyll këtë muhabet se është pendu e do me dal. Atëherë themi hajër inshallah. Amo që ti ai la kredin, ti e ndihmon, ti jetu i thonë ti vazhdo se ke plakun këtu. Sa të kesh plakun gjallë, mos e vrit me një. Selam aleikum. Isha mjes në xhamin tonë edhe falem sabahun edhe dola për një lagje tjetër, me një lagje tjetër.
Shkova atje, xhamati ishte duke prit imamin. Dhe se kishte fal sabahun akoma. I priu në namaz, unë si imam me niyetin e suneteve. Niyetin e suneteve, sepse sabahun e kisha fal. A është në rregull kjo ose a ka diçka tjetër më të qelluar se sa kjo? Allahu të rrit, në e përgjigje inshallah kur të kesh mundësi. Zoti të rrit familjarisht. Selam aleikum. Aleikum selam, amin edhe ty. Faktikisht synete mas sabahut nuk ka, nafile mas sabahut nuk ka. Kështu që në këtë rast le vëlla njerëzit falen në vete. Se nuk është puna që po su futet ti imam u kthy në shtëpi ato pa fal sabahun. A kupton, ky e ka fal sabahun, ka shku ke lagja tjetër, ke xhamiat ishin pa u fal akoma. O erdhi filon et futu imam. S'ka nevojë? Nuk ka nevojë. Po t'ishte namaz tjetër, për shembull t'ishte dreka, s'ka problem. Po t'ishte akshami, s'ka problem. Po t'ishte yatsia, s'ka problem. Po sabahu dhe ikindia është problem përveç se nëse ka arsye. Për shembull ata nuk dishin me fal namaz dhe vetëm mund ta falsha namazin, lejohet. Unë shkova në xhami dhe ishte fal sabahu. Shkova ke xhamia tjetër tash po qetësohem deri në 7. Po ato fillun njerëzit të mbledh dhe u thirr ikameti, futun namaz, nuk ka problem. Pa kur ka një arsye, okay, po jo për sevap. Jetoj në Gjermani dhe kur shkoj në Shqipni me pushime kam qef për shembull me dal me axhallar, me ngrënë në gjë, ose me të afërm. Puna është që ato pinë të gjithë alkol. Po s'bën me dal në këtë rast. E ka ndalu Allahu në Kur'an, thot Zoti, mos ulni me këta njerëz. Nuk bën me ul. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë nuk e lejohet muslimanit që të ulet në një tavolinë që ka alkol ose serviet alkooli. Kështu që ti që i mbledh këta popullin dhe kushtet ti të dalin për drek, po s'ka alkol në tavolinë. Se jam të uftuar për drek. Edhe mbaroi historia kaq. Veu ka 5 shishe birë pa alkol për para, vend pa alkol, mushtin e Adnanit për para, edhe të bohen tap me 0 alkol. A është e vërtet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mallkuar ato gra që i mbajnë flokët bistek. E çfarë do të thotë bistek? Se di vallaj. Mos është gëshet? Ha? Topuz. Nuk e di kuptimin e kësaj fjale, po që gëshet s'ka problem. Po që topuz mbi shami nuk lejohet. Nuk e di të ketë mallkim, po është haram. Po, ka hadith sakt që mallkon, po. Pra, të faqet, që ka faqja e pas ka emrin prej pik islam. Prej do thot falje, apo jo? Për AY. Falje pik islam. Lutja e vitit të ri, hadë më shqyqy nga gjetët. O Allah, pik çuditse, hyni në të vitin e ri, mbi ne me siguri, iman, paqe dhe islam, me kënaqësinë tuaj, më të dhimbshurin dhe na mbroni nga shejtani. Se ekziston kjo gjëja në islam. Kjo gjëja këtu nuk ekziston fenë e Allahut. Prandaj ti faqja prej dot islam që je këtu, si që ndel mu këtu, po, për AY pik islam. Mos boni shpifje të tilla, se po na nxirrni veten prej qefit, pasha Allahun me këto lloj gjonesh. Jam një grua që do të bëhem nënë 2 vajzave pas 11 viteve martesë, elhamdulillah. Pyetja ime është për 2 emra që du me ja vënë vajzave. Frona dhe Tiara.
frona nga fron dhe tiara që do thot kuror. Nëse janë këto kuptime, lejohet. Për çfarë gjuhë që ka kjo tiara që do thot kuror? Si kinez që më duket. Nëse globalizëm e sabi. Si quhen ata njerëz që i thon vetes musliman dhe festojnë vitin e ri, hajnë në darkë, urojnë njerëzit për këtë fest, shesin gjela deti e bëjnë dhurata për vitin e ri. A më të vërtet këta janë musliman apo kanë dalë nga feja e Zotit? A bëjnë këto shirk në këtë rast? Sepse unë mundohem t'i ndaloj prindërit e mi nga kjo gjë, po s'më dëgjojnë. Po ti, sa kur t'i flasësh prindërve për vitin e ri, foli herë që të falin namazën burri dhe pse bëhesh se bep që me urry prindërit namazin? Bjeri për xhuma, por le të festojmë vitin e ri, çfarë halli ke apo? Na është bë vit i ri sikur me qenë islam, jo islam. Vit i ri dole nga feja. Festove, s'mund t'jesh muslim. Po çfarë ke burr me vitin e ri? Brezi i prindërve tanë, kështu janë rrit, kështu i kanë muhabetet. Prindërit tanë, nëse arrin ton shahadetin, tamam. Po na erdhën për në i xhuma, po agjëru në Ramazanin, janë evlija, pasha Allah, janë për evlijave të Allah, me atë që kanë kaluar atë larje truri që ka bërë sistemi, po arritën për një tanë, thonë shahadetin, të falin namazin, të agjërojnë Ramazanin, duhet mu ala komët me ujë, edhe atë ujin me e pi, pasha Allah, për Zotin. Ti tani nga tro prindrit me vitin e ri. E ke bo vitin e ri çështja o islam o vit i ri. Edhe ai thot çfarë thot ky, ka lujt mensh, sa ka shku në xhami, ka lujt mensh ky çuni, është bë ekstremist. S'ka faja i shkreti që thot është bë ekstremist. Se ky gjithë mesele e rrotullohet ke fjala vit i ri, edhe vit i vjetër. Edhe ai as në xhami s'vjen, as Ramazan nuk bën, as i gjon nuk bën, se dhe ai fiksohet ke vit i ri, apo shejtani dhe ati fiksim vitin e ri. Këti ja ka bo fiksim vitin e ri, ati ja ka bo fiksim vitin e ri, ky së ngjahet e më për as i gjo, e ai së ngjon më atë për as i gjo, edhe ai që humb në këtë rast është djali që e bën kaq të madhe situatën. Edhe është gabim kjo gjëja nga ana e çunit, për mendimin tim. Pavarësisht se ne nuk e festojmë etj, kjo është gjë tjetër. Po ta ngrejësh gjithë gjën, ta bësh gjën, sikur të u bë nami, valla se po festohet vit i ri. Po të fali namazet të festoj vitin e ri, po çfarë problemi ka? Le të vi për xhuma, le të vi për teravi, le ta agjëroj Ramazanin. Pse kapesh ke vit i ri o burr? Pej Zoti më. A lejohet që femrat të heqin qimet me laser, siç bëjnë gratë në ditët e sotme, pra i zhdukin qimet nga trupi. Po kuptojnë fjalën laser, kuptojnë, nuk ka nevojë me ma shpjegu fort. Do ma shpjegu? Ne katunarët i themi laser. Laser, thot ky. Laser pra lexohet. U shiqy që pa e lexoj fjalë gjas me anglisht, ky laser thot, ja laser. Ej Zoti më. Tani kjo ka vetëm një problem. Pjesën e turpshme. Tek pjesa e turpshme nuk lejohet ndërhy dikush tjetër. Qofse i heq vetë me laser edhe pjesën e turpshme lejohet. Ama nëse do t'ja heqë dikush tjetër nuk lejohet. Mu pa ureti. Se këtu nuk kemi të bëjmë me mjekësi, këtu nuk kemi të bëjmë me operacion, këtu nuk kemi të bëjmë me rrezik për jetën. Këtu kemi të bëjmë me heqje leshi dhe qimesh. Që edhe po su hoqën robi së vdes. As nuk smuret. Elhamdulillah. Pas nesër jam në një rast vdekje dhe jam në shërbim. Ke parasysh që shërbejnë. Shumë ca çuna sot, ca çuna ne, që shërbejnë njerëzve. A lejohet që të bashkoj drekën me ikindin? Pa i shërbimi nuk është kështu burr me ikom,
Thuti që shërbim do të thot aty as në banjë bijës nuk lejnë me shku, po çfarë lidhje ka burr falet drekën në kohë dhe i kin din kohë, i zoti, më thosh se çka ka ndodhur më vëlla, thosh se do trujt vdekmin mos çohet edhe një herë. Më fal thot përshëndetje. Si jeni? Alhamdulillah, po të si e vëlla imi. Më fal thot për shqetësimin, mos e vrit mendin se jemi kohët e zanit. Doja të pyesja që të falemi duhet patjetër të ndrojmë mbi emrin nga që nuk e kemi musliman sepse po më thot dikush këtë gjë. Këtë tipin që të ka thonë duhet më ndru mbi emrin, na jep emrin ti ngrejmë kështu një padi në gjykat ose në prokurori. Ta denoncojmë, ta arrestojmë. Sepse po flet në fenë e Zotit pa dije. Inshallah miratohet në një ligj kështu që kush flet në fenë e Allahut pa dije të arrestohet i vit. Të futet i vit në burg. I pari do të ishte ky që i ka thonë këtij mos u fal se ke mbi emrin pa ndru mbi emrin. Ky kisha unë gjon dorë pasha Allahun, një vit e kisha fut në burg, pasha Zotit. Një vit e kisha lënë në burg. Pasha, të kisha gjon dorë, po do të jetë falendrues ndaj Allahut që s'kam gjon dorë unë, se vallaj da kisha mush burgun plot me kështu budallëj. Oh, sot na fal Allah. E funit për sot. Jam një motër muslimane e mbuluar për kaq vitesh. Kemi rroba. Na kanë thënë që duhet me thonë zeqatin për rroba. Jo, të kanë rrejt. Ose ka qenë në njona që ka pa të devotshmërin tate të futjes në islam, se në përgjithësi ato që futin në islam fillim janë mashallah. Ka thënë motër duhet me thonë zeqatin se ke gjitha të rroba. Jo, nuk ka zekat për asgjë që njeriu e përdor. Pra mund të ketë dikush 10 makina, s'ka zekat. Mund të ketë dikush 300 apartamente. I ka për përdorim. Nuk jep zeqat. Vetëm nëse i ka qitë në shitje. Nëse i ka qitë në shitje, po. Nëse i ka nxjerrë në shitje, obligohet zekati i pasurisë, i tregtisë, i mallarëve të tregtisë. Ama nëse i kanë përdorim, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk e ka për obligim zeqatin. Çdo gjë që është përdorim nuk kanë të zekat. A mund të lexojmë në namazet me xhamat të ditës surën mbas el-Fatihas për ne që jemi xhamat? Po. A ke dëgjuar që shkrihet plumb? Që se bëhet me njetin që kështu syshi, po përciti, po përxoni ka. Kjo është shirk, ama me shkri plumb që me e shit në pazar, lejohet, nuk ka problem. Ja, që thot, se tash për non Feriden unë. Sa e thot, të knoft Ferideja. Shi që thot, komenti. Bismillahirrahmani, Bismillah, Rahman e Rahim. Me nëse në 2 persona, që mos t'i ngeti atri vllajt më dhe ka përmend të 2 vllajt. Pastaj thot, Bismillah. Kjo do t'jetë indisht, se kuptoj që të thot. Pastaj komenti vjen, sa më shumë njerëz besojnë te nëna Feride, luj për venit. Ritual i përfunduar, do më thonë, e ke të vajosur. I 2026-ës për mbarësi e dashuri, prishje magjie, qetësi, shërim, pritë se s'ka maru, nëna i ndihmon të gjithë, është e madhe. Kjo nona e ka shpirtin e madh shumë dhe e ka zemrën, nuk le njëri nona
pa e vajos. Ardh, të ajat, e fillar lutja, ardh të imbatë, ka tash me thonë imbar, po që ka lyf kakaun nga gjua shqipe, ardh të imbatë 2026. Amin, bismillah. Kjo e fundit fare është taposje. Pra që ta hajsh tamam me fjalë, që thuash që kjo duhet jetë në shenjtore e madhe kjo. Kjo e pash, edhe kur i kënojt ati sheqerit, thonë të që ishte kobra, kobra, si zhurmë kobra, gjoje. Si kura të mbledh dhit, ose të mbledh pulat. Hajtë, më pa e bëjmë edhe këtë të fundit. Desha me të pyet thotë se një motër muslimane kishte porosit misht e një musliman me emër. Po nuk e dina e ka therë me bismillah dhe don ta di që a mund ta marrë, a e ka porosit. Egzoft, e ka porosit, ta kishte bo pyetjen përpara. Përderisa e ka porosit, pastaj tek një musliman thot me emër, po ç'është ky term valla, musliman me emër? Po me emër pra është muslimani, nuk është pa emër. Pra me kuptimin nuk e di ma është musliman tamam shumë me namaz, që e ka bo grop këtë pjesën e ballit, apo jo? Se ndoshta nuk e ka prej gjithë do në dyshim, musliman me emër, se ndoshta nuk e ka prej me bismillah. Nona e besimtarëve çfarë thot? Na vite thot mishin nga një popull që ishin të rinj në islam. Dhe ne se dishim që e kanë therë mishin me bismillah apo jo. Dhe nuk na ndalon të pejgamberi alayhis salam. Nuk tha pejgamberi alayhis salam, shifni janë me emër apo me emër dhe me mbi emër. Shifni a bëjnë bismillah apo s'bëjnë bismillah. Nuk tha pejgamberi alayhis salam kështu. Vite mishin nga një popull të sapo futur në islam, këta muslimanë të konsumojshin. Neve në lejohet me hongër mishin e hebrejve, mishin e të krishterëve, ti tani të dyshokin mishin muslimanëve. E kupton ti? Thirrë menjes o torr, jo rrot, po torr. Thirrë menjes. Nëse lejohet mishi i hebrejve, lejohet mishi i të krishterëve, po mishi i muslimanëve? Ja, po ta shohim mirë. Ta fusim mirë në laborator. Allahu na falt edhe na mëshiroft, e Zoti na dhënë mend dhe zgjuarsi. Jo vetëm mend, kilogram, po edhe zgjuarsi. Zgjuarsia është më e nevojshme se sa kilogramët. Amin.